Në fushën e Maliqit po rritet numri i fermerëve, të cilët kanë në përdorim nga 110 deri në 150 hektar tokë të mbjellë, kryesisht me misër dhe grur. Investimet në mekanikën buqësore po bëhen gjithnjë më të mëdha me synimin për të rritur rendimentin dhe konkurrueshmërinë në treg. Një prej tyre është Yllson Veri, i cili administron mbi 110 hektar tokë buqësore. Megjithatë, fermeri thotë se pavarësisht investimeve mbetet e vështirë të përballohen kostot gjithnjë në rritje të inputeve buqësore, veçanërisht çmimi i naftës. Prodhimi me kostot të larta, çmimi i naftës për momentin është 2000 e ca lekë litri naftës të vaditësh në këtë periudhë me 2000 e ca lekë. Do të thotë që rritet kosta e prodhimit. Kur vjen momenti për të shitur, shitet me kostot të ulët. Sipas tij, në këto kushte një pjesë e mirë të rinjve zgjedhin emigrimin, duke e bërë edhe më të vështirë gjetjen e fuqisë punëtore në sektorin e buqësisë. Të shumtë e të rinjve edhe janë larguar dhe edhe këta pak që ne i kemi mbajtur domethënë me forca, me media që të punojnë dhe të shtojnë këtu në vendin tonë. Mirë po e shikojmë që nuk ka të ardhme me këto ritme që po punohet në bujqësi. Por Florian Kupe nga fshati Drithas, ndonë se në moshë të re nuk e ka menduar emigrimin. Përkundrazi, ai ka investuar mbi 400.000 euro në makineri buqësore, investim që, sipas tij, është diktuar edhe nga mungesa e fuqisë punëtore. Edhe në Amerikë kam vajtur edhe nuk e kam menduar që të shkoj jashtë. Po se investimin e kam bërë shumë të madh këtu në Shqipëri, në makinerit, në të gjitha pajisjet, edhe nuk ja vlen që të largohem në këtë kohë. Po, në qëse më përpara prashitesh e misri me punëtorët, tash makineria janë ilaçe që ndërhyjnë për pjesën e barit, derisa në korje në fund fare. Fermeri thekson se Ministria e Buqësisë duhet të shtojë mbështetjen me politika që do të ulin kostot e prodhimit dhe do ta bënin sektorin më konkurrues. Është kjo, kanë të drejtë fermerët që ankohen, sidomos me rritjen e naftës tania, që ka ato 2500 lekë litri naftës. Tregu është pak i dobët, për shembull grur, që u korët mbaroi sezoni i korjes së grurit, është shenjtë pashitur, po shpresojmë që të rregullohen gjërat. Fusha e Maliqit shtrihet në një sipërfaqe prej rreth 12.600 hektarësh, nga të cilat 5.800 hektar janë toka torfike. Kulturat kryesore janë misri me rreth 4.000 hektar, gruri me 3.500 hektar, foragjerët me 3.000 hektar, frutikultura me 800 hektar, perimet me 150 hektar, bimët medicinale me 130 hektar, patatja me 450 hektar dhe qepa me 500 hektar, duke e bërë këtë zonë një nga rajonet më të rëndësishme buqësore të vendit.